të dashur vëllezër, në momente që ne bëjmë investim për formimin e personalitetit shëndosh tek njerëzit, e ky investim fillon prej të fëmijët me mektep, të fëmijët që t'i çojmë në për shkolla. Nëse formojmë një personalitet të shëndosh, ta dini që ata fëmijë kur të rriten edhe kur ta marrin në shoqëri në duart e tyre, atëherë ta dini që edhe shoqërinë do e kemi të shëndosh. Nëse nuk investojmë te fëmijët tonë, nëse ja nashkalojmë fëmijët tonë, nëse ja harrojmë fëmijët tonë, nëse u plotësojmë çfarë do qoftë dëshire fëmijëve tonë, nëse nuk i mbajmë kontroll fëmijët tonë, mos harroni, kur shoqëri të shëndosh nuk kena me pas. Andaj investimin më të madh që duhet ta bëj prindi mrena në shtëpi, hoxha në xhami, mësuesi në shkollë, pedagogun atje ku e ka vendin e institucion, ministria në vendin e vet, çdo kush ku është ati, ku e ka emanet detyrën e vet, nëse i investon tek fëmijët për të formuar personalitetet shëndosha, ta dini që shoqëria jonë të ardhmen do të jetë shumë e shëndosh. Këtë për ku e mësojmë ne? Ne mësojmë për te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në çfarë shoqërie ishte Resulullah alaihi salatu wasalam kur erdh? Me inspirimin, me vahjin nga ana Allahu Zelal, me shpalljen e ajeteve kuranore, me angazhimin dhe punën e mësuesit më të madh, gjithë njerëzimit. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e shndroi shoqërinë që i thuhet aso gjenerata e artë, me mirëqenje, me rehati, me lumturi, sepse individët e bëjnë shoqërinë që tjetë në mirëqenje dhe në lumturi. Ammar bin Yasir, një nga shokët e ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një nga sahabët, e tha një fjalë shumë të madhe vëllezër. Një fjalë shumë të madhe që edhe ne sot marrim mësim. Tha nëse njeriu 3 gjëra i vendon personalitetin e vet, ai e ka imanin e plot. Po është përsëris. 3 gjëra i ke vendon personalitetin tënd. I ki gdhenjt në zemrin tënde, në shpirtin tënd, në karakterin tënd, i ki gdhenjt mirë, i ki vendu mirë. Ta di që imani është i plot. A më intereson këto elementet të rëndësishme që i përmend, këto shtylla, këto postulate, janë të lidhura krejt në raport me njerëzit tjerë, me shoqërinë. Atë që e thash më herët, i shëndosh ti, e shëndosh shoqëria, i kalitur ti, e kalitur shoqëria, i mirë ti, e mirë shoqëria, dhe anasjellës. Cilat janë këto 3 gjëra? Tha e para, që ka të boje me zhvillimin ekonomik. Tha besimtar me iman plot është ai i cili ndihmon, jep sadaka, edhe kur është ngusht. Jo vetëm kur ka, edhe kur s'ka. Mirët iniciativë për ndërtim të rrugës, atë sa ka mundësi edhe do kontriboj. Ndërtimi xhamis, atë sa ka mundësi edhe do kontriboj. Ndërtimin e shkollës, atë sa ka mundësi edhe do kontriboj. Do bëjmë pjesë aktive në shoqëri dhe në aspekt ekonomik që të zhvillohet shoqëria, se krejtja shohim hajrin. Madje edhe kur ka nevojë individi dhe të zgjat dorën dhe të kërkon, nuk e refuzon prapa duke i ndihmuar edhe ai vetë zhvillohet. Nëse s'ka mundësi mi ia fal, kam i dhon borx, kam ia dhon hua. Zhvillohet, të hap një biznes, të ngritet, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe huan kur ta japësh me i ndihmu atij tjetrit, llogaritet sadakat tek Allahu Azza Jalal. Praktësinë e parë që duhet ta kemi ne vëllezër, aty ku kërkohet që na të përkrojmë hajrin, të mirën, të dobishmen, ta lirojmë dorën dhe ta ndihmojmë. E dyta, ka të bëjë me mirëqenjen institucionale. Tha, të jeni të drejtë edhe kur të flitni. Të jeni të drejtë edhe kur të punoni. Të jeni të drejtë edhe kur të veproni. Të jeni të drejtë edhe kur të jetoni. Drejtësien kur mos ta largosh nga vetvetja jote, edhe pse ndonjëherë është kundër teje. Po e përsëris,
Edhe pse ndonjëherë është kundër teje, kur drejtësisë mos t'i ndalesh. A di sa lehtë vëllezër është që të gjykosh të tjerët, asnjëherë mos ta analizosh veten tënde? Jo, përkundrazi, unë do të jem i drejtë. I drejtë edhe në fjalën që e them, unë nuk do të gënjej kurrë, unë nuk do të rrej, unë nuk do të mashtroj, unë nuk do të shpifi, por do të jem i drejtë. Ama edhe punën kur ta bëj, do të jem i drejtë. I drejtë mrena në shtëpi, i drejtë ndaj bashortes, i drejtë ndaj babës, i drejtë ndaj nanës, i drejtë ndaj vëllau që duhet të ndahen, i drejtë ndaj motrës që u ka ndarë prej meje, i drejtë ndaj punëtorit, i drejtë ndaj punëdhënësit, i drejtë. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të dashur vëllezër, rejna edhe imani bashkë nuk shkojnë asnjëherë. Pra, postulati i dytë, kujdes, të drejtë të jemi. Edhe e treta, një fjalë të madhe në e tha, për mirëqenje shoqërore, tha, jep një selam gjithve. Vëllai i dashur, mos e zgjedh njeriu kujt dush me ia dhënë selamin. Sepse selami është sebeb të afrohen zemrat. Porositë e para që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arritin në Medinë, ndër të parat, është për hapjen e selamin. Edhe ai që mendon sikur ti, kur ta takosh thuje selamu aleikum. Edhe ai që mendon ndryshe nga ti, thuje selamu aleikum. Edhe ai që don thuje selamu aleikum. Edhe ai që nuk don thuje selamu aleikum. Fiton mëshirën dhe rahmetin e Allahu Gjelal, se në moment që jep selamit i ban dua për atë. Pra afrohuni mes vete. Afrohuni duke u përshëndet, duke ja vet hallin një tjetrit, duke ja vet dertën një tjetrit, duke vet si je, si kalon, me shëndet si je, a ki nevojë për diçka, afrohuni mes vete dhe mos u ndani. Nëse këto tripare janë një shoqëri, ajo shoqëri ka mirëqenje, mbas fjalëve edhe të pejgamberit, edhe të Allahut, e këtë rasun e përzgjedha fjalët e Ammar bin Yasirit, tha nëse i ki këto tre gjona, imani jot është i plot. Ta çdo kush analizon, a i ka më në këto tre cilësi? A i kam dorën e lirë për me ndihmu? A jam i drejtë në kur veproj dhe kur flas? Edhe atë fundi që e thash, a ju hap selam krejt dhe pa i dallu njerëzit. Nëse i kemi këto, hiç mos keni dyshim, keni formu karaktere të mira, të shëndosha në këtë shoqëri, dhe kjo shoqëri do të jetë shumë e mirë në të ardhmen inshallah. Të dashur vëllezër, e pyetën Omer bin Abdulazizin. Omer bin Abdulazizi ka qenë në histori njihet si halifi i pestë, se në shoqërinë ku ka jetu ai dhe ku ka udhëheq ai, ka qenë shoqëria aq e ngritur sa që s'ka pas nevojë më kur kuj me i ndihmu. Kuj me i ndihmu mo? Kretë mirë janë. Subhanallah, çfarë bereqeti. Dhe një ditë duke qëndru me shokët, njëri prej shokëve i tha, ja Emir el Mu'minin, o udhëheci muslimanëve, a bëmë me na tregua, ka një fshehtësi që Allah që ka shumë lëshoj bereqet të ti, tu të kemi edhe na në kryje ti, edhe shoqja jonë tje se ka që mirë, ka që shëndosh, qëfar ki botit që Allah të lëshoj, ka shumë bereqet. Omer bin Abdulaziz i tha, unë e kam bëha që më ka porosit Allahu dhe pejgamberi Allahut. Po cilat janë ato? Po unë po ju tregoj për vete. Unë çfarë kam bë? Vëllezër, bëjmë se krejt na kemi momente kur jemi në udhëheqje diku. Udhëheqje mrena në shtëpi, udhëheqje mrena në firmë, udhëheqje në xhami, udhëheqje në institucion, udhëheqje në shkollë, udhëheqje në komunë, udhëheqje në politikë, krejt. E kanë dhe një mundësi ndonjëherë për më udhëheq diçka, nivel më poshtë apo më lart. Tha unë e kam bërë tre gjëra gjatë jetës time. Omer bin Abdulaziz. E para, kam fal kur jam i fort. Se kur i dopt, normal që ki me fal. Jo, jam i fort, mund t'i hakmerem, mund t'a kundërshtoj, mund t'a mundi, mund t'a shkeli. Po në qito momenti u kun frikë Allahut, edhe e kun falë. E dyta, e kam kontrolu veten edhe kur jam konë mës nervosti në dënjo. Shumë nervoz jam konë, ama e kam kontrolu veten.
s'kam gabu. Kur gabon njeri? Kur a nervos? Atëre ka mund djalli i mallkuar. Por sa ta ka shumë porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në momentet nervozës të bësh hapa mbrapa, jo të bësh hapa para. Momenti shumë i rëndësishëm që edhe kur të ofendon dikush, kur të nënçmon dikush, dish ti thuish faleminderit. A është e ronë është. Apo do bereqet, që fitol bereqeti. Edhe e treta, tha dhe në momentet më të fuqishme të mijat, tha unë me njerëzit kam qenë shumë i butë. Se jam kon arrogant, po jam kon shumë i butë. Qëto 3 gjëra thot i kam pasë une si formul në jetën time, të dashur dhe zëmbon e mend nga kjo hutbe. Në moment që qëto 3 cilësi i keni ju në vetën tuaj, ati ku jeni, ku veproni, ku jetoni, vallahi Allahu Zëllal ka me lishu bereqet mbi juve dhe vendit ku jeni. Ama nëse e ki të kundërtën, nëse e ki mundësien me njerë t'ja hakmeresh dikuj dhe nuk ndalesh, nuk fal asë njëherë, e ki mundësien nervozën e parë të shpërthesh me njëherë, me njëzët që jesh arrogant se kush jam unë, vallahi Allahu Zëllal edhe se t'ka dhënë bereqet dhe tash ka me ta tërheq, ka me ta marë. Kjo është e vërtetume edhe me fe, është e vërtetume edhe me realitetin tonë përditshëm. Allah inshallah na përmirëson gjithëve ja Rabbel Alamin. Dashur vëllezër, vetëm një shembull ka më përmend dhe ka më ndyr. Ishte një besimtar që po përmendi i formum mirë, me karakter, me këto cilësi, me këto tipare që e përmenda unë. I butë, i sjellshëm, i mirë, ndihmonte të tjerët, ju jepte selam gjithëve, shumë i mirë. Edhe këtë pazari e njihni. Se punonte në pazar. Edhe kur vini mushterit, me mushterit silleshte mirë, buzëqeshte, ju bënte mohabet, po s'jeni, po ka shtëpia si janë. Si thënë populli, a be gjua nuk u t'lip beqira, një fjalë të mirë? Vete mëre, a ki nevoj për ndihmu, po si kam sot me t'i dhonë, a një shëndor që ven nesër një jep, banë bëj amël, banë bëj mirë. Ama shumë i kanë shumë ishte. Dhe një dit njëri, për me ardhë me i tregu që a shumë musliman i mirë, erdhi ta takoj, në dyqanin e vetë ku punon të më pazar. A ki kur vinte koha e namazit, e kishte një perdhe, veç e më shelte atë perdhen, e falte namazit, edhe vazhdon të me punë. Edhe ju afruaj, Assalamu alaikum wa rahmetullahi barakatuh, o Sami. Sami e kishte emrin. Ki wa alaikum salam wa rahmetullahi barakatuh. Po mirë se erdhe, hajde bujrun, ta porositi një qaj. Jo, të vetëm erdha pak të të shoh, se sot jam kënaqë. Thot i kënaqë? Po të si u kënaqë? Pa sot jam kënaqë, si jam konë shumë afër Zotit. Afër Zotit. Po tha si ishe afër Zotit ti? Tha sot, u heka pi kallaballëkit. Shkova mrejna në shkretin, duke meditu për madhnin, madhështinë e Allahut, duke meditu për krijesat e Allahut, duke i bo ibadet atij, edhe ndjeva veten shumë afër Zotit, tha u kënaqa krejt, jam mushta krejt imon, edhe për që ata thejrët e ti të kallëzoj. E këshiri Samiu, që ishte i formum, tha ti je largu, larkë shkretin me qenë afër Zotit, tha po, tha shumë gabim e paske. Tha si gabim? Afër Zotit janë vetëm ata që janë afër miletit. Bone men, afër Zotit nuk është ai që ik, afër Zotit nuk është ai që distancohet, afër Zotit nuk është ai që nuk duron, afër Zotit nuk është ai që thos smire mune me njerëzi, afër Zotit nuk është, në Islam nuk ka kështu rregull. Në Islam ka rregull është, unë jam afër Zotit nëse janë mesin e njerëzve. Sile mirë me ta, i duroj ata, jam i but me ta, jam i drejt me ta, qëndrojnë mesin e tyre, i respektoj urdhnat e Zotit, qatër je afër Zotit, qatër je i devotshëm dhe takva, qatër je xhenetli. Të dashur vëllezër, kjo është rregull në Islam. Do qëndrojmë afër njerëzve, me gjitha të mirat që ka thënë Allahu Xhelal dhe me gjitha sfidat e mundshme, që të jemi afër Allahut. Allah inshallah gjithëve nasip në e ba. Dashur vëllezër, gjithë ne bashkarisht e lutim Allahun Xhelal. Inshallah Allah ta na bëj prej besimtarëve me cilët është i kënaqur Allahu.